Njëhesh si imami shqiptar dhe ja takon gjithmonë grupet radikale si në Kosovë dhe Shqipëri, dhe gjithmonë sa herë ke ardhur në emisionin tim ke thonë që Kosova si vjen e keqja nga brapa nga Shkupi. Pse? Nuk më thonë bashkë ashtu, më thonë Kosova si vjen nga Shkupi dy gjëra, e mira dhe e keqja. Unë edhe të keqen e përmena. Për arsye se e mira ishin forcat e NATO-s që fotën nga Shkupi, Kaçanik dhe erdhën në Prishtinë. E vërtet. Dhe si sot më kujtohet e ditën jam fut me nonën e dy vajzave të mia me regjimentin skotlandes në vitin 1999 në Prishtinë Hotel Grand. E tjetra është indoktrinimi dhe shërbimet kanë atë punë, domethënë është informacioni. Mirë po, mu ma shumë puna dhe shpjegimin që e jap të germës të Kuranit, edhe se besimi është diçka shpirtëror dhe tham fjala besim është fjala e Shqipës. Pastaj tham që nuk ka germë lë në Kur'an, ne kur themi bismillah, nuk themi bismillah. Ne kemi germë lë, por në Kur'an nuk ka germë lë. Ne kemi për shembull edhe loj, por kur i vënojmë edhe një letë tjetër bëhet loj. Prandaj unë kum pas ballafaqim me këto grupe minjar pas demonstratave të vitit 81, kur i kum ndjek studimet në Universitetin Elizherit në Kairo, nga grupet saktume, ka normë më vizitu gjoja se hoxhë dhe ato janë njerëz praktik të islamit, dhe ati jam ndesh për arsye se ato kanë problem me pranu Kuranin si liber. Edhe ati, unë në atë ku nuk ku mendu, që këto janë tregrutum, ku mendu njerëz që dojnë të kryjnë ndonjë rit. Andaj është mirë këto të kjo emision me bashkëbiseduesin Milazimin, e në kas ku marë për ty edhe për Milazimin, se ku po me një emision, ku debati i këti ka qenë shumë profesional në nivellit lartë, kurse për bol ka pas do njerës arrogant, që ato do të t'jem burg. Unë në burg i kisha që mu konë t'jem kriministër të sikur Albin Kurti. E qka të thanë në vetë kur edhe më të vizitu ata? Pse u rrugë? Po jo kërru që mu falë, zakonisht pa e falë mi akshomin apo jacien, edhe unë e kumë pas Shqiponjën, po flasë për 86-ën, në dhomë, shumica e to logve e din kush është shtëpia e Tim Shkupit, ka qenë një qerdhe e ilegalës, edhe të hoxhallarëve, edhe të patriotave, thanë ta hekmi këtë Shqiponjën, thash pse me hek, po tha kofër, edhe i përzunë. Edhe prej atëherit mu më kanë stigmatizu si nacionalist, edhe sot mu më thënë nacionalist shqiptar. Unë edhe në Kairo shokët e me, din ku njëherë s'kum kry punë si musliman, që për shembull bashkëbisedu si Milazimi tha unë jam musliman, unë nuk tham jam musliman, unë tham jam shqiptar. Se kërku nuk i kinë Koran që do shme thonë jam musliman. Unë i di se kjo vjen prej padijës, se njerëzit nuk kanë informatat sakta. Dhe me thonë, unë jam shqiptar në atëshmëria ime. Tani e besoj Koranin, e besoj Biblën. Unë po du mi ndihmu edhe hoxhallarët, se hoxhallarët janë keq, për arsye se shërbimet nuk shkojnë drejt për drejt të hoxha, atë e gjipin ai hoxh që nuk sheh, që nuk dëgjon, dhe i ulën saft parë, disa njerëz, edhe ata i hoxha mendon që i ka xhamat ato të shkret, ato japin ka pak parë, edhe mendon që prima të shkon në xhenet. Vetëm kur ta shohë veten në xhenet. Pse i bomi shqiptarës fundit ka pranuar edhe kryetari i BDI-s, Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ke pas një video me ta, ka thonë unë jam për kraj imamit shqiptarëve. Ja, se cili që thot feja shqiptarit të shqiptaria dhe për kraj imamin e shqiptarëve, se ka dallim imami shqiptarëve dhe imami muslimanëve. Unë asnjëherë nuk baj thirrje vëllezër dhe motra musliman. Unë e baj motra dhe vëllezër shqiptar, na kanë mashtru, ta gjejmë të vërtetën bashk. Këtu e kanë shtu një elef, këtu e kanë hek një elef. Këtu nuk thot çashtu Kurani, kërku nuk shkruan Kur'an me ndëgju Tim Shkupin. Unë asnjëherë nuk më thonë, eja, ndëgjon e Tim Shkupin, thjesht, mu më ka interesu me ndo Kur'anin si liber prej punës së organizimit të hoxhallarëve. Unë jam që të zhbëhet Bashkia Islame komplet. Pse çka me bo? Po nuk është organizim i shqiptarëve, është organizim i kralit të ish Jugosllavisë, jo Titës asoj çka me bo, tana me mshel xhamia të Jo, përkundrazi. Mi fut në kontroll, ti ja kon të shtëpia ime, vetëm ti ke pas guximin 2022-ën më ardhmë pyet. Xhamia, fjala xhami në Kur'an nuk përmendet. Fjalën mesxhet e përkthejnë xhami. Qësoj mesxhet, mas gerë mëseja kanë shtu një elef me bë mesajgjit në shumës. Kur vjen Mesxhidul Haram, me tregu se Mesxhidul Haram është shabja e kalon në njëjas. Që gjitha xhamia tjera kanë ndërtuar me pas kiblën
qabja e zes, të kadifja e zes, që e thamë. Këto unë i argumentoj shumë bukur me germa, me Kuronin e para vitit 1924. Se ke pasoni me, ke posë në deklarat të unë shumë kontroverse që ke thonë xhamijat jenë përdurë si qendra spionazhe. Po xhamijat sot në Turqi janë mesxhite dhe janë qendra spionazhe dhe janë në shërbim të shtetit turk. Tani unë kumë bo pyetje këto xhamijat që i kemi ne, janë në shërbim të shtetit Kosovës dhe të shtetit Shqipërisë. E çka po mendon organizata ju? Në kuadër të Ministrisë të Kulturës mund të rregullon edhe çështja e religioneve dhe besimeve të ndryshme. Unë nuk jam kundër dikujt me andar të drejtën mos më shku më fal, unë vetë falem. Po çish falem unë, është problemi im. Nëse do më ardh në grupin tim, unë të kallëzoj çish falem, ajo është diçka shpirtërore. Apo kupton? Dashta e bëjmë edhe si manifestim. Kitë drejtë me manifestu besimin tanë shpirtëror. Po, a kanë drejtë për shembull njerëz me shku në xhami të lirë? Po shembull, a kanë drejtë me thirrë zonin 5 herë në ditë me ato parlant. Nëse unë them se profeti nuk ka thirrë me ato parlant e zonin, askund se kin Kur'an, bilem Kur'an te ajeti 111 i surës Al-Isra, surja 117 është mos e ngrit zërin. Tash ne pëjdërojmë gjitha këto, ata nuk janë gjendje me dërunit vërtet. Du ta potencoj dhe me kaq unë tjetër të tjopë me përparësi Milazimit, është një mendësi shumë e keqe. Ato mendojnë se do është me qenë musliman për me qenë doktor. Do është me qenë musliman me qenë ushtarak. Do është me qenë musliman me qenë UÇK. Do është me qenë musliman me qenë shqiptar. Do është me qenë musliman kërkun se kinë Koran Allah. Unë jam shqiptar. Edhe nuk është patriotizëm nëse thamë jam shqiptar. Unë vetëm e tregoj një fakt, një realitet që jam shqiptar. Patriotizëm është kër e shot që ketë Melazimin është duke sulmu dikush i dalë për para e mbroja haj plumin në vend këti. Kjo është patriotizëm, nëse të jam shqiptar, Allah shqiptar jam. E tema, dhe më se shpesher të kanë ataku ty, të aji islamofobë Allah jo. Jo, për kundrazi, ne kemi shqiptarofobi këtu. Për shembull që shkrimin e funit, është zgjedh deputet. Të t'ja përmeni emrin se e ka bo publik, është deputet i Kosovës, thotë, fundi i Shqipërisë. E bona një video të shkurt dhe thash kështu. Nëse unë dalë e shkruaj fundi i muslimanëve në Kosovë, të gjithë do të më atakojnë, i pari do të jetë Nezir Kraki, do të më thojë që unë jam islamofob. Kush je ti që i thu Shqipërisë fundi i Shqipërisë? Ti mund ta urrësh Edi Ramën, thuaj regjim diktatorial, njeri i keq, gjitha mu, jo Shqipëria, Allah, çka të bën Shqipëria dhe shqiptaria. Leje Shqipërinë dhe shqiptarinë rahat. Unë e kret. A fajtohesh me njerëz që kanë shqiptarofobin? Ma shumë se islamofobi? Unë ma shumë shoh që kanë truri negativ të njerëzit të këqij në Kosovë islamofob. Realisht që në gjenetiken tonë nuk flen e element. Deshta me nda një element që se kom da me tjertë, realisht të elementi i financimit me zvërty ma sakt për shëkust. Qaqet e sigurisë në Serbi kanë përdur ambasadat arabe të shteteve të caktuar arabe, me fondet të caktuar për mes aty në ambasadat që jenë në Beograd, të cilat disa shtete nuk na kanë njohur ne si Kosovë,